Përshëndetje, ja ku po ritakohemi të dashur miq për të komentuar situatat brënda në fermë mes Ilirit edhe Mimozës. Sonte është nata e prajmit, sonte do të komentohet mbi këtë ngjarje. Unë më herët e thash domethënë që produksioni kishte shkruar Mimoza dhe Ilir debate të forta, jo Ilir dhe Mimoza, që nuk kupton domethënë gjën do ta nisën Mimoza, Iliri është ndikuar nga provokimet e Mimozës, por unë nuk e shoh të tillë. Domethënë, unë e shoh një situatë më të ngarkuar se kaq, sepse Iliri nuk ka problem me Mimozën në thelb. Se unë mendoj që Mimoza është personazhi më i lehtë për të sqaruar një keqkuptim, për të sqaruar një debat dhe për të sqaruar një dinamik. Domethënë Mimoza është e vetmja nga personazhet që asnjërin nga momenti nuk e përdorën për të bërë një dramë të madhe. Asnjërin nga momenti nuk e përdorën për të përfituar klikime për të dalë në prime. Është shumë natyrë e qetë, është shumë natyrë e ëmbël sa që ti mund ta sqarosh me Mimozën çdo gjë. Tani Iliri dje gjatë gjithë ditës dhe mbrëm gjatë gjithë natës ka filluar me kërcënime të shumta. Unë ty të marr të varros bir kurve, janë dy që janë thënë. Më vjen keq që po i përmend, po duhet thënë sepse nëse ne nuk i themi, nuk ka se si të merret vendimi për atë, domethënë duke i thënë edhe s'po merret vendimi. E treta, unë atë do ta zhduk. Domethënë Iliri këtë e ka për Mozën, Zhakun edhe Kostanën. Problematika e Ilirit janë këto tre personazhe. Moza, Zhaku dhe Kostana, duke i kërcënuar që të treja. Tani Iliri bën presion mbi produksionin që Kostanën, Zhakun dhe Mimozën ta çojnë në një televotim ose ai do të largohet nga ferma. Nëse produksioni sonte e mundon ta nxjerrë situatën keq për Mozën dhe në favor të Ilirit, mua më duket padrejtësia më e madhe, sepse ngjarjet po ripërsëriten. Tani bir kurve e ka thënë dhe Joz Marku në shtëpinë e Big Brotherit, nëse ju kujtohet, tek gjesti, dhe e ka thënë në orën 3 në mëngjes, pas përfundimit të prajmit. Por vëllau i madh mori vendimin menjëherë për ta përjashtuar prej shtëpie Joz Marku. Ju e dini shumë bukur, janë ndaluar dhe emisionet në Top Channel. Ndërsa televizioni Vizion dhe produksioni Fermës tolerojnë. Ti nuk mundesh të tolerosh një fjalë të thënë nga goja e një artistit, pa marrë parasysh si ka qenë debati, derisa ky artisti në thonjza nuk arriti ta kontrollon veten e tij. Ti duhet menjëherë të marrësh vendimin për ta hequr. Nuk mund ta bësh, ta lejosh akoma që ai të vazhdon të kërcënon, që ai të vazhdon të ofendon dhe ai domethënë të çmendet në inatin e tij. Ai është mbuluar nga një inat, sa që nuk arrin dot ta kupton që më fal, ka dhe më të mirë se unë. Unë kam arritur deri këtu. Për mua ishte e bukur të rikthehem në sken. Iliri e di shumë mirë që s'ka qenë fare në sken. Me thënë Iliri çka ka qenë Big Brother, që e fitoi, që i dha çik autoritet dhe pastaj humbi komplet. Dhe tani në fermë Iliri hyri për të rikthyer veten e tij. Dhe ky është realiteti dhe ne duhet t'ja pranojmë vetes atë që ne jemi, jo atë që ne kemi bërë 700 vite përpara. Ne ta dim shumë bukur kush je ti, po pse nuk e ruan atë që ti e ke bërë? Pse nuk e ruan atë Ilirin që ne jemi mësuar ta shohim atë Ilirin artist, po ti tregon atë Ilirin DLNG. Dhe mua kjo më streson, sinqerisht më streson, sepse promovohet e keqja dhe vazhdohet të duartrokitet nga ana e produksionit e keqja. Unë uroj me zemër që sonte produksioni të merr një vendim të qartë. Publiku nuk e do Ilirin brenda në shtëpi pas kësaj gjëje që është thënë dhe me patjetër duhet qenë me zërin e publikut. Nuk mundesh ti ta quash tjetrën bir kurve pa të bërë gjë, sepse ty të ka provokuar. Ore ti aty nuk ke shkuar në Dubai me pushime, ke hyrë në ferma VIP dhe do provokohesh dhe do tensionojnë dhe do nxjerrin nga vetja, po urdhëro kontrollo veten një 40 vjeç. Ishe fituesi i një eksperiencë të tillë. Dhe ti duhet të jesh shembulli se si fitohet kjo eksperiencë. Jo të jesh shembulli më i keq. Domethënë, sonte presim një përballje
Unë gjithmonë do ta mbroj të vërtetën, edhe sikur Moza ta thonte atë fjalën do t'i isha vënë në këtë formë, sepse nuk e toleroj dot kur një njeri, një personazh tek fëmijët, sepse këtë fermë e shohin nga më i vogli deri tek më i rrituri dhe ç'a shembulli po marrin ato. Ato po marrin një shembull se si po tmerohet një njeri, se si po tensionohet një njeri dhe si duhet vritet një njeri. Dhe kjo është ajo që po ndodh aktualisht në fermën tonë të dashur. Dhe për këtë gjë unë sonte kërkoj edhe nga produksioni që të jenë pak më të sinqert, të jenë pak më të vërtet dhe t'i lejnë ato pazarliqet e veta që i kanë, por ta shohin realitetin ashtu siç është. Dua të marr mendimin tuaj.